Ministria e Drejtësisë demanton akuzat për shkelje ligjore në shpalljen e pozitave drejtuese. Ky reagim erdhi pas kritikave të ish-deputetës së LDK-s Hikmete Bajrami, e cila akuzoi qeverinë se shpallja e 3 pozitave drejtuese në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Agjencinë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Inspektoratin e Ministrisë së Drejtësisë është bërë në kundërshtim me ligjin. Zonja Bajrami kishte cilësuar këtë vendim si pjesë të valës së konkurseve jo ligjore, duke ju referuar nenit 31 të ligjit për qeverinë që ndalon qeverit në dorëheqje të marrin iniciativa të reja për emrime në pozita publike. Sipas zonjës Bajrami, qeveria në detyrë nuk ka legjitimitet për të hapur konkurse për pozita kyçe në administrat, duke theksuar se drejtësia nuk është strej për militant. Pas këtyre akuzave, Ministria e Drejtësisë ka sqaruar se procedurat për këto pozita janë iniciuar para kufizimeve ligjore dhe se publikimi i konkurseve është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ministria e Drejtësisë në reagimin e saj sqaron se kërkesa për hapjen e pozitave u dërgua më 27 prill të vitit 2026 dhe se çdo veprim është zhvilluar në përputhje me ligjet në fuqi. Ministria më tej në reagimin e saj fton publikun të informohet mbi proceset e rekrutimit, duke vlerësuar veprimet e këtij dikasteri, të cilat sipas tyre synojnë të përmirësojnë administratën publike, duke ruajtur standardet e kërkuara.